Çdo sherr që ndodh këtë dunjë, ajo është burimi i tij. Që nga fillimi i njerëzimit, raste para si ndodhen, shejtani atërroi dy vëllezër mes veti. Pastaj para kësaj, Ademi u dëbua nga xheneti. Don ai që e prijoi njeriu nga kënaqësia, nga lumturia, ai që e armiqsoi njeriu, ai që e largoi njeriu nga udha Allahut manduar te populli i Nuhit alayhis salam, apo është pikërisht shejtani. Pra i sartë të hulumtojmë për në të keqe, do të shohim se ajo është burimi të keqes. E nëse nuk e trajtojmë të keqen në burimin e saj dhe në origjinën e saj, ne do të mirëm me simptome vetëm. E simptomet mund të manifestohen në forma ndryshme, por burimi i problemit do të mbetet aktiv gjithmonë. Pra ne duhet që ta trajtojmë problemin në origjinë, në bazë. Dilema që sot janë mes njerëzve, kurthat e shumta. Këtë çka ka të bëjë me të keqen është realisht baza te ky armik, baza tek strategjia e tij, baza tek betimi i tij që e bëri për Allah të mënduar se la uguyanhum ajma'in. Të gjithë kam i deviju. Kështu ai u zotu pa Allah të mënduar përveç robëve të Allahut të sinqertë.